إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falëndërime dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salatet, selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanë që pasojnë udhëzimin e tyre të ditën e gjykimit. Allahumma amin. Do të flasim sot disa fjalë përkujtuese për njëri tjetrin rreth çështjes së agjërimit. Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, ja eyyuhalladhina amanu kutiba alejkumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, juve u është bërë obligim agjërimi, ashtu siç I është pas bë obligim atyre që ishin para juve, la'allakum tattaqun, me shpresë që ju të arrini devotshmërinë. Pra, obligashmëria e agjërimit e ka për qëllim arritjen e devotshmërisë. E prej mesazheve më të forta të agjërimit, dhe këtë mbajeni mend, prej kësaj hutbe, mos pakti këtë mbajeni mend, se nuk arrihet devotshmëria duke I braktis halalet, mirë po duke I vepru haramet. Allahu Gjelle Gjelaluhu në agjërim, në muajin e Ramazanit, na I ka ndalu disa halale, disa gjëra që në esencë kemi halal t'i veprojmë. Allahu na I ka ndalu që na të arrim devotshmërinë. A ka mundësi, logjikisht, a ka mundësi që njeriu të arrijë devotshmërinë duke e lënë diçka prej halalit, mirë po atë që Allahu e ka ndaluar mos me e braktis? S'ka mundësi. Edhe pse agjërimi pranohet njeriu. Pra njeriu I cili agjëron, edhe vepron mëkate prej mëkateve, agjërimin e ka të pranuar te Allahu Gjelle Gjelaluhu, mirë po devotshmërinë e ka arrit. A qëllimi I agjërimit është me arrit devotshmërinë. E për të arrit devotshmërinë duhet me vepru edhe diçka tjetër plus. Duhet t'i lam haramet, duhet t'i braktisim të ndaluarat, duhet të largohemi prej asaj që na ka ndaluar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se Allahu po thot, la'allakum tattaqun, që ju të arrini devotshmërinë. Ka thënë dietarët, agjërimi ndahet në 3 kategori. Agjërimi I njerëzve të thjeshtë, agjërimi I njerëzve të veçantë, edhe agjërimi I të veçantëve tek të veçantit. Agjërimi I njerëzve të thjeshtë, agjërimi I thjeshtë që krejt e kanë kuptue,
është me braktis apo me u largu prej hajes, pijes dhe kontaktit intim me bashkëshortën. Kjo është agjerimi thjesht që krejt e bëjnë këtë agjerim. Agjerimi njerëzve të veçantë apo agjerimi i veçantë është kujdesi ndaj gjymtyrëve. Largimi i gjymtyrëve prej haramit. Largimi i gjymtyrëve tona prej haramit. Kujdesi për shikimin, dëgjimin, ecjen, prekjen, zemrën, edhe kështu me radhë. Me i rujt gjymtyrët tona prej harameve. Me këtë arrihet devotshmëria. Me këtë të dytën arrihet devotshmëria. Dhe agjerimi i veçantë tek të veçantit, një gradë edhe më e lartë, është kujdesi i zemrës tënde mos preokupohet me diçka tjetër jashtë Allahut subhanahu wa taala. Kjo është e veçantë. Kujdesi për zemrën tënde. Mos preokupohet zemra jote me mendime për diçka tjetër jashtë Allahut subhanahu wa taala. Në vazhdimshmëri zemra jote të jetë e lidhur dhe të jetë me Allahun subhanahu wa taala. Kjo është e veçanta tek të veçantit. Mirpo, atë çka mas pakti na mundemi me e bë, e që e kemi obligim me e bë, është largimi i gjymtyrëve tona prej haramit. Kanë thënë dietarët, dhe kjo nuk arrihet pos se me 6 gjëra. Që me arrit me e bë agjerimin e veçantë. Mos të mbesim agjerues së agjerimit të thjesht, që ndoshta prej agjerimit nuk jetë kur gjë, vetëm se etja dhe uria. Që ndoshta prej agjerimit nuk jetë kur gjë, vetëm se pranimi dhe mos dënimi të Allahu, mirë po nuk ka pas ndikim diçka në përmirësimin e gjendjes tonë. Kanë thënë dietarët, prej sendeve kryesore, për këtyre 6 gjërave kryesore me të cilat njeriu e arrin devotshmërinë dhe me të cilën ka ndikim agjerimi i tij në jetën e tij, është kujdesi për shikimin e tij. Kujdesi për shikimin. Tha Allahu në Kur'an: "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dhalika azka lahum, wallahu khabirun bima tasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahum." Thuaj besimtarëve ta mposhtin shikimin e tyre dhe të jeni të kujdesshëm ndaj organit të tyre, kjo është më e pastër për ta. Ta mposhtin shikimin. Për shkak se shikimi apo syri është qelsi i zemrës. Tash në qoftë se agjeruesi nuk e ndal shikimin, prej të shikuarit në gjëra që janë halal, e kemi cek disa herë dhe do të vazhdojmë ta cekim për shkak të rëndësisë së madhe. Në qoftë se agjeruesi nuk e mposh shikimin e tij, nuk e ul shikimin, prej shikimit në gjëra që janë halal, jo haram, në halal, zemra e tij ka më qenë e preokupuar me Allahun? Zemra e tij ka më qenë e nënshtruar ndaj Allahut? Apo do të jetë e preokupuar me arritjen e xhanave që i shikon për ditëshmëri? Kjo e dyta është sigurt. E kur njeriu e mposh shikimin, e ul shikimin, zemrën e ka rahat. Zemrën e ka të qetë. E ka të koncentruar në arritjen e kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala dhe në pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është thënë: "Man atlaqa tarafahu kana kathiran asafuhu." Kush e lëshon shikimin e tij. Men atlaqa tarafahu. Tarafahu është çoshi i synit. Kush e lëshon, kush nuk e mba, nuk e lidh, nuk kujdeset, po e lëshon shikimin e tij, shumë pishman ka mu bë. Shumë pishman ka mu bë. Për shkak se natyrshmëria, kështu na kriju, kështu është kriju njeriu. Ka qef gjithçka që shikon para ti me arrit me për vete. Çka do kofta ajo? Shtëpi, vetur, gra, pasuri, çka do kofta ajo? Me e pasë, në të rije. Po e ki vetur dhe mirë, anë në të rije. Veç me e pasë, ta shot që është e kam në garaj, apo e kam në vërtë shpis, në të rije veç. Kështu njeri është, qashtu është i kriju njeri. Të rallë janë ata, për jashtimi janë ata të cilët se kanë këtë cilësi. E kur e mposh shikimin, re rahat. E kur e lëshon shikimin, bash pishman. Pse?
Se atë që ka ti e shef për përditshmëri, larg është me arrit me voti. Mundësitë e tua për me arrit atë që ka ti e shef për përditshmëri janë shumë larg janë. Edhe për këtë shkak njeriu bëhet pishman pastaj. Ka thonë, transmetohet se ka thonë Isa alayhi salatu wassalam, an-nadhratu tazra'u fil qalbi ash-shahwa wa kafa biha khati'a. Shikimi mbjell në zemër epsh. Shikimi mbjell në zemër epsh, mjafton për ta si e keqe. Mjafton për këtë si e keqe. E kemi cek një ngjarje. Ebul Adyan shpjegon se një ditë ishte duke ecë me mësuesin e tij dhe e lëshoi shikimin në diçka. Nuk është cek në diçka. E lëshoi shikimin në diçka. I tha mësuesi i tij: "O djalosh, ndikimin dhe pasojën e këtij shikimi kemë e pa qoftë edhe pas një kohe." Thot kam prit periudhë të gjatë me 10 vite. Me 10 vite kam prit kur kam më godit ai shikim. Thot dhe një ditë u ngrita dhe e kisha haru hifzin e Kur'anit. Një shikim. Shikimi, syri është çelësi i zemrës. Kujdes ku e lëshojmë shikimin tonë. E dyta, shumë e rëndësishme, e cila mas shumëti i çon njerëzit në zjarr të xhehenemit, është gjuha. Kujdesi ndaj gjuhës. Prangosja e gjuhës. Largimi i gjuhës prej haramit, prej të urryrave, prej asaj e cila të largon prej Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e këshilloi Muadh ibn Jabelin për veprat të cilat don me u futa në xhennet, në fund i tha: "A don me ta rumbullaksu krejt këtë çështje me një pikë?" Tha: "Po ja Rasulullah." Tha: "Kuffa alejke hadha", dhe kapi gjuhën. Tha: "Kujdesu për gjuhën tënde." Tha: "Ja Rasulullah, a kena me dhënë llogari edhe atë për atë çka flasin?" Tha: "Thaqilatka ummuka ya Muadh." Nana mos të pat ty o Muadh. A mos vallë kam i qu njerëzit në zjarr të xhehenemit diçka më shumë se sa atë çka ata e kanë folë me gjuhët e tyre. Atë çka ata e kanë folë me gjuhët e tyre. Pra kujdesi për gjuhën. Çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Men lam yada qawla az-zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun min an yada ta'amahu wa sharabahu." Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Ai i cili nuk i lep fjalë të pista, fjalë të këqija, çka do kofsh në ato? Përgojim, sharje, tallje, nënçmim, mbartje të llafeve, përdorim të fjalëve të fllihta, të rënda, edhe kështu me radhë. Thotë kush nuk i lep këto fjalë dhe veprimin me këto fjalë, Allah nuk ka nevojë që ai ta lajë ushqimin edhe, Allah nuk ka nevojë që ai ta lan ushqimin edhe pijen. Kjo do të thonë që mos ma xheru tash. Jo, nuk do të thonë. Po do na thonë neve Allahu dhe pejgamberi se nuk ka pas ndikim agjerimi jot. Se ti veç borxhe ke la, nuk dënohesh për shkak se s'ke agjeru. Mirë po ndikim për të arritur devotshmërinë nuk e arrit. Çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Tha ka mundsi njeriu e flet një fjalë prej fjalëve që e kënaqin Allahun subhanahu wa taala. Dhe me atë fjalë e arrin kënaqësinë e Allahut deri në kiamet. Një fjalë. Nuk është duke thonë një fjali, e as një muhabet mazdarke, me një fjalë. Ka mundësi njeriu me e fol prej fjalëve që i don Allahu dhe me këtë fjalë me e arrit kënaqësinë e Allahut deri në kiamet. Allah na bëj prej tyre. Kjo e mirë, apo Allahu akbar, sa e mirë. Ama kjo e dyta, vazhdimi i hadithit, dhe ka mundësi njeriu me e thonë një fjalë prej fjalëve që e hidhrojnë Allahun, prej fjalëve që nuk i don Allahu, dhe me këtë fjalë me e fitu hidhrimin e Allahut deri në kiamet. Pas ka mundësi me një fjalë njeriu me e fitu hidhrimin e Allahut deri në kiamet, me u shkatërru në këtë botë dhe në botën tjetër, pas ka mundësi. Me qenë se qenë ka kështu, çka me bë? Me hesht. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Alejka bi husnil khuluqi wa tuli samt." Tha të këshilloj, i tha një sahabit, tha të këshilloj që të zbukurohesh me moral të mirë dhe në vazhdueshmëri të jesh i heshtur.
fa walladhi nafsi biyadihi, pasha atë në dorën e të cilit është shpirti jem, nuk janë zbukuru me diçka krijesat sikur me këto dyja. A ka njerëz më të dashur për njerëzit se sa ata që janë të heshtër, që flasin pak? Ata që flasin pak, çdo herë janë të dashur të njerëzit. Ata që flasin shumë, çdo herë janë të neveritshëm. Janë të papranueshëm tek njerëzit. Ka mundësi me vazhdu shoqëria, ka mundësi me vazhdu neja, mirë po, i neveritshëm është ai i cili fol shumë. Dhe i dashur është ai i cili hesht të njerëzit. Pse kështu? Pse te Allahu është i dashur. Pse te Allahu xhel xelaluhu është i dashur. Çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyaskut aw liyasmut. Men hadithi, men tasmit tjetër. Tha ai që beson Allahun dhe botën tjetër, le të fole mirë ose le të heshte. Wallahi, me i bo llogari vetes tande për çdo fjalë. Ai na të fol mira keq, a e kena për Allah, se kemi për Allah, shumë pak kena me fol. Shumë pak kena me fol, më shumë kena me ndëgjua. Thot një prej muslimanëve të parë, për çdo muhabet, për çdo fjalë që kam thënë këtë dunja, kam përgatitur përgjigje mi dhën Allah subhanahu wa taala. A di sa e madhe kjo? A di sa e madhe është kjo fjalë? Për çdo fjalë kam përgatitur mi dhën përgjigje Allahut subhanahu wa taala. Tha Allahu jalla jalaluhu, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ai nuk flet njeriu një fjalë vetëm se tek vetja, afër vetes ka një melaçe që vazhdoshmëri shënon. Vazhdoshmëri shënon. Precis, nuk ja huç. Prej gjërave kryesore me të cilat njeriu e arrin devotshmërinë është kujdesi për shikimin e tij, edhe kujdesi për gjuhën e tij. Pastaj kujdesi për dëgjimin. Mos me i lëshu dhesht e tu. Mos me u prekupu me gjërat që s'kan të bëjnë me tyje. Shpesh neve na ndodh me i lëshu vesht, me ditë çka po flasin krejt njerëzit, mos me na ik diçka. Dhe kjo nuk është cilësi e mirë, dhe kjo nuk është cilësi e besimtarëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, për islamit të mirë të njeriu është braktisja e gjërave që s'kan të bëjnë me ta. Në qoftë se 2 veta apo 3 veta janë duke bë muhabet me një anë prej anëve të vendit ku ti rri, mos e lësho shikimin tënd, mos e lësho veshin tënd. Se në qoftë se ata duhet me tregu ty, kanë me të thirr me tregu edhe tyje. Me qenë se nuk po tregojnë tyje, s'ka të bëjë diçka me ty. Mos e lësho veshin tënd. Kujdes për veshin tënd harame. Kujdes në harame, në dëgjimin e muzikës, apo në dëgjimin e fjalëve të këqija. Edhe kështu më radh. Kujdesja për dëgjimin ton. Tjetra më radh, kujdesja për gjithë gjymtyrët. Prej kryesorëve, kujdesja për zemrën ton. Kujdesja dhe largimi i zemrës ton prej gjërave që na largojnë prej Allahut subhanahu wa taala. Të mundohemi në maksimum që ta preokupojnë zemrën ton me fjalët e Allah dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? At-taqwa ha huna. At-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna. Tha devotshmëria këtu në zemër, 3 herë tha. Devotshmëria është në zemër. Kujdesemi për zemrën tonë, për madhnimin e Allahut, për frikë respektin ndaj Allahut, për dëgjimin dhe respektimin ndaj Allahut me zemrat tonë, edhe kështu më radh. Prej më kryesorëve, madhnimi i fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. Madhnimi i fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pesta, t'jemi të kujdesshëm mos ta teprojna me ushqim. T'jemi të kujdesshëm mos ta teprojna me ushqim në iftar. Për shkak se ajo është pengesë e madhe që njeriu të arrijë kënaqësinë e adhurimit. Nuk ka mundësi me arrit kënaqësinë e adhurimit ai i cili e ka ngop barkun e tij, nuk ka mundësi. Kjo është e dëshmuar. Prej fjalëve të shumta që janë përcjell prej muslimanëve të parë se nuk ka mundësi, si ka mundësi që njeriu i cili e ka ngop, është mbush, është stërmbush me ushqim, të arrijë kënaqësinë e adhurimit. Kënaqësinë e leximit të Kuranit, kënaqësinë e dhikrit, kënaqësinë e taravis, kënaqësinë e namazit kështu më radh.
Kemi përcjell shumë fjalë të dietarëve që kanë thënë, më kanë kalu 20 vite dhe unë asnjëherë s'jam ngop. Thotë Imam Shafiu, 40 vjet s'jam ngop. 40 nuk është ngop, ka hangë sa më mjaftua. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mjafton për birin e Ademit që të ushqehet sa më mbajt shpinën drejt. Mjafton sa më mbajt shpinën drejt. E në qoftë se duhet më tepër, nëse ka nevojë pak më tepër, atëherë 1/3 ushqim, 1/3 pije, edhe 1/3 për frymëmarrje. Dhe në këtë mënyrë njeriu e stabilizon vetën e tij. Dhe ndin kënaqësinë e adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe gjashta, pas iftarit, gjendja e njeriu me qenë mes frikës dhe shpresës. Mirpo, cila zemër apo cili njeri ka mundësi me qenë kështu pas iftarit, mes frikës dhe shpresës, mes frikës se Allahu a e ka pranu këtë vepër, dita që kaloj, agjërimin që e banëm, a e ka pranu Allahu xhelle xhelaluhu, dhe me shpresu që Allahu ta pranon. Cila zemër? Zemra e cila nuk e ka tepru në iftar. Ai i cili e tepron në iftar, si ka mend me tefrika Allahut. Ai që e tepron në iftar me hajë dhe pije, dhe ngopje të barkut të tij, nuk i shkon mendja të shpresa në pranimin e agjërimit, nuk i shkon mendja në tek frika prej Allahut, a e ka pranuar Allahu apo s'e ka pranuar këtë vepër Allahu subhanahu wa taala. Pra njëra me tjetrën janë të lidhura. Njëra me tjetrën janë të lidhura. Këto 6 gjëra janë prej pikave kryesore me të cilat njeriu e arrin devotshmërinë ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe kjo është mesazhi kryesor. Dhe kjo është mesazhi kryesor se njeriu nuk ka mundësi marrë devotshmërinë nëse i le halalet kurse i ban haramet. Ajo që ka duhet më ulon fillimisht janë haramet që ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala, pastaj janë halalet, edhe pse agjërimi është i pranuar te Allahu subhanahu wa taala, mirëpo ndikimin e tij nuk e ka pas në jetën e njeriu. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.